Në fakt, qytetet e vogla kanë atë pjesën e tyre të bukur ku çdo kush e njeh tjetrin, një marrëdhënie ngushtë me qytetarët aty, patjetër edhe ju. Po cili ka qenë mendimi i vështirë i ndërmarr nga ju që për interes publik mund të ketë impaktuar në një të njohur? Ke pasur ndonjë rast të tillë? Në bashkitë e vogla kuptohet që njihemi të gjithë me njëri tjetrin, por dhe për shkak të rezultatit që unë ka marrë, kuptohet që kemi detyrim më të madh ndaj atyre qytetarëve dhe atyre që kanë besuar. Që më kanë besuar që unë të jem kryetari i bashkisë. Por normal që ne, për shembull, mund ta them këtë edhe si më të qeshur, kishim një ankesë nga një komshi ankoheshe për komshiu, se i këndonin pulat në mëngjes dhe vinin te. E shqetësoni zhurmat e shpendëve. Edhe po mendoja çfarë hallesh kam unë, do të mirë edhe me këtë hall. Po edhe ai kishte të drejtë sepse komshiu thoshte jo, sepse pulat e komshiu dalin në mëngjes dhe këndojnë edhe më shqetësojnë, më prishin gjumin.